Enxhellushe Salihu feston një moment të veçantë me mergimin. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Enxhellushe Salihu ka ndarë me ndjekësit e saj një moment shumë të veçantë dhe plot dashuri. Një vjetorin e fejesës me partnerin e saj, mergimin. Në një fotografi të publikuar në rrjetet sociale të ndarë nga fejesa e tyre, Enxhellusha ka shkruar: "Gëzuar për vjetorin dashuria ime, duke kujtuar edhe një herë këtë datë simbolike të tyre." Ky moment special i ka prekur ndjekësit e saj, të cilët e kanë mbështetur gjatë gjithë rrugëtimit të saj artistik dhe personal. Ingji, e njohur për meloditë e saj të bukura dhe interpretimin e jetës së përditshme, ka treguar se dashuria është një inspirim i vazhdueshëm për të. Një vjetori i fejesës është një kujtim i rëndësishëm jo vetëm për çiftin, por edhe për ata që e ndjekin me interes, duke i bërë ata pjesë të historisë së tyre. Me një karrierë që përfshin hitet e shumta dhe bashkëpunime me artistë të njohur, Ingji ka arritur të krijojë një lidhje të veçantë me publikun. Ajo shpesh ndon momentet e veçanta nga jeta e saj e përditshme, duke e afruar edhe më shumë me adhuruesit e saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.